Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, gjithë falënderimet, lavdi dhe hamdi i plot i takon të madhit Allah fuqi i plot. Salate dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, po takohemi sërish në këtë rrugtim të cilën e kemi filluar së bashku në shoqëri me një kaptin të jashtëzakonshme nga Kur'ani famlart, në shoqëri me kaptinën An'am, duke provuar që të thellohemi sa më shumë në thellësitë dhe mësimet e kësaj kaptine jashtëzakonisht të dobishme, kaptina An'am, e cila i erdhi pejgamberit a.s. si një stuhi drite e fuqishme, për plot argumente, dëshmi e prova, të cilat janë në brendin e vargjeve të kësaj suret Kur'anit. Argumente, dëshmi e prova, të cilat faktojnë dhe dëshmojnë madhërinë e Allahut një, të plot fuqishëm. Argumente, prova e dëshmi që dëshmojnë se vetëm Allahu një duhet të adhurohet, vetëm atij me merit i takon robëria, adhurimi për ulja. Argumente, prova dhe dëshmi të cilat faktojnë se idhujtaria, idhujt, shirku, politeizmi dhe çfarëdo lloj tjetër që i përngjan idhujtarisë, e pastaj bestytnit, gjërat e kota, mendësia dhe mentaliteti i ignorancës, të gjitha këto duhet të bërktisen. Prandaj, argumente dhe dëshmit e fuqishme të vargjeve të kësaj kaptine përmbajnë në vete 3 objektiva të fuqishme, sikur e kemi thënë në takimet tona të para, në shoqërimin ton me surën An'am. Objektivi i parë që këto argumente dhe dëshmi synojnë është që të konfirmohet fuqishëm njëshmëria ndaj krijuesit fuqi plot. Synimi i dytë i këtyre argumenteve ka për qëllim që të zbardhet dhe demaskohet çdo lloj idhujtarie që mund të shpërfaqet nga çfarëdo lloj idhulli dhe puti që njerëzit mund të lajthiten në besimin e tyre të gabuar. Dhe objektivi i tretë që synojnë vargjet e fuqishme, ajetet e surës An'am, është të qërnjoset përfundimisht çdo lidhje dhe çdo mendësi e cila ka të bëjë me ignorancën, jahilietin. Në këtë takim, sot, të cilën e kemi titulluar Mëshira hynore, parim i shkruar mbi vetveten, do të analizojmë ajetet duke filluar nga ajeti 12 e deri në ajetin e 16 të kaptinës An'am. Fillimisht, ju lutem me lejoni të lexoj ajetin 12. Thot Allahu fuqi plot: "Qul liman ma fi s-samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Thot Allahu fuqi plot në ajetin 12 të kaptinës An'am: "Thuaj ti o Muhammed, pyeti ata, kuj i takon pushteti absolut, çfarë ka në qej e në tokë në mbar kosmosin? Qul lillah, thuju ti atyre, Allahut i takon pushteti absolut në mbar kosmosin. Pastaj, po ashtu thuju atyre, lillahi kataba ala nafsi ar-rahma, është ai Allahu i cili e bëri parim mbi vetveten e tij mëshirën hynore. Allahu Dhul Gjelal neve na trajton të gjitha krijesat e tij, i trajton
me mëshirën e tij të pakufishme. La yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi. Është ai Allahu, të cilit i takon sundimi absolut. Çfarë ka në qiell e në tokë, në mbar kosmosin. Është ai i cili neve na trajton e na krijoi e na solli në jetën e kësaj bote me mëshirën e tij të pakufishme. Është ai Allahu i cili të gjithë neve do të na bëj bashkë dhe do të na ringjall nesër në ditën e gjykimit, në të cilën ditë nuk ka asnjë dilemë e me dyshje. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kush janë ata të cilët e kanë humbur veten dhe janë humbzit më të mëdhenj? Janë ata të cilët nuk besuan Allahun, nuk e njohën Allahun në mënyrë të drejtë, nuk e pranuan madhrinë, fuqinë, pushtetin absolut të Allahut. Këta janë ata humbësit më të mëdhenj nesër, edhe në këtë botë, por edhe nesër në ditën e gjykimit. Ky është ajeti i dytë, të cilin dëshirojmë të analizojmë së bashku, ku Allahu te baraka wa taala brenda këtij ajeti kemi disa mësime më rëndësi të cilat duhet të analizojmë dhe duhet të ndalemi të ky varg i fuqishëm i Kur'anit, të ky ajet i kaptinës An'am, ajeti 12. Fillimisht, pjesa e parë e këtij vargu, pjesa e parë e ajetit na tregon se pushteti absolut në përgjithësi dhe në veçanti i takon Allahut fuqi plot. Ky pushtet i Allahut Dhul Xhelal shihet në krijimin e krijesave që Allahu te baraka wa taala i ka kriju krijesat të gjitha, pastaj në atë që Allahu është ai i cili mbikëqyr, rregullon dhe sistemon çdo gjë në këtë kosmos, si dhe përfundimi i takon po ashtu pushtetit absolut, fuqisë, planifikimit, caktimit të Allahut te baraka wa taala. Prandaj ky ajet hapet dhe fillon me këtë pyetje kaq të rëndësishme. Thuaj ti o Muhammed, në bashkëbisedimet e tua, në dialogun, madje edhe në polemikat e tua me ata idhujtarët, me ata të cilët nuk e kanë gjetë ende rrugën e drejtë të besimit të drejtë, thuaju atyre. Kujt i takon pushteti absolut? Çfarë ka në qej, në tokë, mes qejve dhe tokës dhe në mbar kosmosin dhe gjithësinë? Kujt i takon pushteti? Sigurisht se kur ne ndalemi dhe i analizojmë ligjet e Allahut në gjithësi, ligjet e tij në kosmos, ligjet fizike, çdo gjë çfarë neve na rrethon që ne e njohim dhe nuk e njohim, atë botë që ne e shohim, e prekim dhe nuk e shohim dhe nuk e prekim, ato që i dim dhe nuk i dim, në fund përgjigjja është kjo, nuk ka përgjigje tjetër. Çdo përpjekje për me gjetë në një përgjigje ndryshe është gabim, është dështim, është humbje, është mashtrim, nga se përgjigjja e vetme është se pushteti, sundimi absolut i takon fuqisë, madhërisë së Zotit një te baraka wa taala. Çështja e dytë e shumë e rëndësishme për gjithë ne është se Allahu te baraka wa taala në këtë verset kuranor tregon se Allahu mëshirën e tij hyrore, Allahu fuqiplot, mëshirën e tij hynore e ka bë parim mbi vetveten e tij. Allahu e ka obligu vetveten e tij që gjitha krijesat e tij dhe gjithë ecurin e jetës në këtë botë, por edhe jetën në botën e amshimit në ahiret, Allahu Dhul Xhelal neve na shiqon me mëshirën e tij hynore, duke fillu nga ardhja e jonë në jetën e kësaj bote. Allahu Dhul Xhelal na krijoi me mëshirën e tij, na solli në jetën e kësaj bote me mëshirën e tij, na obligoi që ne ti përulemi dhe të nënshtrohemi atij pikrisht me mëshirën e tij, dhe çdo gjë që ne e gëzojmë, kënaqemi dhe e kemi në disponim, fal mëshirës së tij e kemi te baraka wa taala. Prandaj është shumë më rëndësi që këtë element ta kemi parasysh dhe në mendje dhe në kujtesën tonë çdo herë. Mëshira
hynore e të madhit Allah, i cili është i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, është Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Është ajo e cila neve na prek, na rrethan, na përcjell në çdo frymarrje që ne frymojmë. Është shumë interesante, por nuk dua të ndalem edhe gjatë të kjo çështje, por është shumë interesante kur ne e analizojmë shpërfaqjen e mëshirës së Allahut në jetën tonë. Shiqoni, Allahu Dhul Gjelal i dha afat njeriut deri në momentin kur atë e godet vdekja dhe kjo fal mëshirës së tij. Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë afat njeriut që ai të përmirësohet, të korrigjohet, edhe atëherë kur gabon me qëllim, atëherë kur bën gabim të rënd edhe gabim të madh, është mëshira e Allahut që Allahu i dha mundësinë dhe afatin njeriut derisa nuk i ndahet shpirti prej trupit të tij që ai të përmirësohet, që ai të korrigjohet, që ai të reflektoj. Do të është mëshira e Allahut te baraka ve taala pikërisht në këtë aspekt. Ndërsa nëse njeriu nuk dëshiron ta kapitalizoj këtë mundësi, kjo është mundësi e artë, kjo është një shansë e jashtëzakonshme që Allahu Dhul Gjelal i dha njeriu afate. Por nëse njeriu vazhdon dhe vendos që të vazhdoj e të këmbgul në mashtrimin e tij, në kokforcinë e tij, në gabimet e tij, në lajthitjen e tij nga rruga e Zotit, ai nuk dëshiron të jetë afër Zotit, por ai dëshiron të qëndron larg prej Zotit dhe krijuesit e tij, larg prej mëshiruesit e tij. Atëherë në fund sigurisht se vjen një moment kur këtë soi të njerëzve e prek dhe e godet vdekja, dhe prandaj është ajo pjesa e tretë e këtij vargu ku thot Allahu te baraka ve taala, është ai Allahu i cili neve të gjithëve do të na bëj bashk nesër në ditën e gjykimit, ku Allahu do të kërkon llogari prej secilit prej neve, ku ne do të gjykohemi dhe do të llogaritemi nga drejtësia e tij absolute. Atë ditë kur ne nuk do të kemi mundësi të shmangemi drejtësisë, fuqisë, pushtetit, mbikëqyrjes dhe llogarisë absolute të madhit Zot te baraka wa taala. E tani, nëse nuk e kemi shfrytzuar këtë mëshirë dhe këtë dhuratë të madhe të Zotit Dhul Gjelal, mëshirën e tij që ai na ka dhënë neve afate dhe mundësi që të përmirësohemi. Na ka dhënë shumë mundësi që ne prap të kthehemi në udhën e drejtë, në rrugën e Zotit ton te baraka ve taala. Atëherë nëse na prek vdekja dhe nuk kemi reflektuar, atëherë në momentet e vdekjes ne do ta gjejmë rrugën e besimit. Por atëherë është vonë. Atëherë është vonë dhe në këto momente rruga e besimit nuk bën dobi. Prandaj ajeti përfundon me të vërtet humsit më të mëdhaj janë alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Humsi më i madhi. Kush është humbsi më i madh? Është ai i cili e ka humb veten e tij, e ka humb shpirtin e tij. Nuk i ka kapitalizuar gjithë këto mundësi. Paramendoni vëllezër dhe motra. Një njeriu Allahu i dhuroi jetë dhe ja dha mundësinë që ai të jetojë në jetën e kësaj bote 60 vite, 70, 80 vite, ka të atill që edhe e kalojnë moshën 80 vjeçare. Paramendo, Allahu fuqi plot, ty ta ka jap mundësinë ki jetu plot 70 vite, 75 vite, 80 vite. Prej moshës kur ke arrit moshën e pjekurisë, hajde po themi prej moshës 15 vjeçare. Nga ky moment, kur je maturu, kur je pjek, kur e ke arrit moshën e përgjithësisë dhe vetdijes së duhur. Paramendoni ai njeri që Allahu Dhul Gjelal i ka jap mundësinë atij me jetu 80 vite në jetën e kësaj bote. 65 vite Allahu fuqi plot t'japi afate. Ta japi mundësinë që ti t'i kthehesh Zotit tënd, që ti të reflekton, që ti korrigjon veprimet dhe sjelljet e tua, që ti ta kapitalizosh jetën dhe mundësinë që Allahu ta dha për të bërë vepra të mira. Dhe prap refuzove, dhe në momentin kur ty dhe mua dhe gjithë neve na prek vdekja,
Në momentet e vdekjes, si do të na vjen më vonë, të gjithë e gjejnë rrugën e besimit. Të gjithë e kuptojnë madhërinë dhe fuqinë e Zotit. Por ky është moment i vonshëm. Në këto momente, kur vdekja e prek dhe godet këtë njeri, dhe ky provon tani me gjetë rrugën e besimit, tani është vonë. Tani është vonë për çdo gjë. Prandaj Allahu fuqi i plot e përfundoi këtë ajet, alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kush janë ata të cilët e kanë përjetu humbjen më të madhen? Humbësi më i madh është ai i cili e ka humbur shpirtin e tij, e ka humbur veten e tij, e ka humbur ahiretin dhe amshimin e tij nesër te Allahu dhul xhelal. Fahum la yu'minun. Ata që e kanë zgjedhur rrugën e mosbesimit, ata që e kanë zgjedhur rrugën e mohimit, ata që e kanë zgjedhur rrugën e kundërshtimit e të arrogancës, ata që i rebelohen Zotit e tyre, ata që nuk dëshirojnë me dëshirë e me vullnet ti për ulen e ti dorëzohen e ti nënshtrohen Zotit e tyre. Ta jetojnë jetën që Allahu ka bë dhurat, ashtu sikur Allahu kërkon nga ne. Këta janë humbësit më të mëdhej, waliyadhu billah. Allahu na ruajt, lut Allahu dhul xhelal që të mos jemi asnjëherë prej të atillëve që humbësit më të mëdhej janë ata të cilët e kanë humbur shpirtin e tyre, e kanë humbur dhe e kanë qenë në humbje e mashtrim e dështim jetën e tyre. Të dashurët e mi, tani vazhdojmë me ajetin 13 të kaptinës An'am, ku Allahu fuqiplot thot: "Walahu ma sakana fil lejli wan nahar, wa huwa as-sami'ul alim." Ati Allahut i takon pushteti e sondimi mbi çdo gjë që është e qetë, pushon, qetësohet në jetën e kësaj bote, dhe çdo gjë çfarë lëviz, qoftë natën apo ditën, është Allahu ai i cili dëgjon dhe din çdo gjë. Do të thotë tani edhe ky ajet është konfirmim i ajetit paraprak që dëshmon dhe konfirmon se pushteti absolut, çfarëdo që ka në gjithësi, në kosmos, në qiell, në tokë, çdo gjë që ne e njohim apo nuk e njohim, e shohim, çdo gjë që lëviz, çdo gjë që është e qetë, çdo gjë që është e fjetur, çdo gjë që është e gjallë, çdo gjë që i takon botës së ngurtë, botës fizike, botës shtazore, botës bimore, botës ujore, botës njerëzore, botës së gjinëve, planeteve dhe jetëve gjithandej në gjithësi, në qiell, në planetet e ndryshme, në tokë, nën tokë, atë që e shohim, atë që e njohim, atë që e dëgjojmë, atë që nuk e dëgjojmë, ajo që e cila lëviz, ajo e cila nuk lëviz, çdo gjë pushteti i takon Allahut fuqiplot mbi çdo krijesë, është Allahu krijuesi i çdo gjëje, është ai i cili rregullon, planifikon, sistemon, rregullon çdo gjë në këtë botë, është ai Allahu i cili dëgjon dhe din çdo gjë. Do të thotë, ky ajet edhe një herë konfirmon fuqishëm atë çfarë e përmbajti ajeti 12, ku u ndalëm paraprakisht dhe i bëm një lexim dhe një studim ajetit në fjalë. Tani të dashurët e mi, pas këtij ajeti vije ajeti i 14 me radhë, ku Allahu te baraka wa taala thot: "Qul e ghayra Allahi attakhidhu waliyan فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين." Thot Allahu fuqiplot në ajetin 14, e tani Allahu dhul xhelal i thot pejgamberit: thuaju ti atyre, në mënyrë qortuese, duke bën një pyetje shumë logjike, thuaju atyre: e ghayra Allahi attakhidhu waliyan, ju të cilët po refuzoni dhe po kundërshtoni thirrjen e Kur'anit, ju që po e refuzoni dhe po e kundërshtoni me arrogancë dhe me kryenetësi thirrjen time. Ju po më thirrni mua që unë talo Zotin tim, që pushteti sundimi i tij absolut, ai është krijuesi i çdo gjëje në kosmos. Unë talo Zotin tim dhe adhurimin dhe për uljen ndaj tij, e unë të marr dikën tjetër për Zot, ta shpresoj dikën tjetër e jo Zotin e vërtet. Kjo është mendësia e idhujtarëve. E tani pejgamberi sam, Allahu e mëson nëpërmjet këtij ajeti: "Fatira as-samawati wal ard." Si ka mundësi që unë ti lutem, e ti përulem, e ta shpresoj, e të kërkoj ndihmën e dikujt tjetër, e jo ndihmën e Zotit, e ai Zoti është ai i cili krijoi
shtatpalqej e tokë, e krijoi mbar kosmosin dhe tërë gjithësinë, unë ta lë këtë Zot, i cili është Zoti i vërtet, dhe të vi në rrugën e juaj të gabuar, e t'i përulem, e ta lus, e të kërkoj ndihmë, ta shpresoj një idhull nga idhujt tuaj, një put nga putat tuaj. Nuk ka logjik kjo. Logjika nuk e pranon një gjë të tillë. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Është ai Allahu, krijuesi i qejve, i tokës, i kosmosit, i gjithësisë, ai i cili neve na ushqen, ai nuk ka nevojë të ushqehet. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Prandaj dëgjoni ju idhujtar, ju kundërshtar të pa denj, ju refuzues të pa arsyeshëm dhe të pa logjikshëm, të pa mend. Unë jam i urdhëruar që të jem i pari i cili i dorëzohem dhe i nënshtrohem dhe i bëhem teslim Zotit tim. Wala takunanna min al-mushrikin, dhe asesi të jem në taborin dhe në reshtin e atyre idhujtarve që në mënyrë të pa drejt, në mënyrë të pa logjikshme, në mënyrë të pa arsyeshme i shoqërojnë Zotit të madhreshëm, Zotna të rrejshëm, idhuj, apo e lusin dikën tjetër, apo së bashku me Zotin edhe shpresojnë prej dikuj tjetër. Këto janë ato kuptimet e këtij ajeti të fuqishëm, e që është ajeti i 14, e që është vazhdimsi e kuptimeve dhe të vërtetave që ndërlidhen edhe me ajetin 12 edhe me ajetin 13 të kapitullit En'am. Unë këtu dua të ndalem për një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi menjëherë tek ajeti i 14 që të bëjmë analizë, që të shkoqisim edhe më shumë kuptimet dhe dobit e këtij ajeti të jashtëzakonshëm nga surja En'am. Pas pak do të kthehemi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, jemi këtu me ajetet e kapitullit En'am, nga ajeti 12 deri tek ajeti i 16. Këtë takim e kemi titulluar Mëshira hynore, parim të cilën Allahu e obligoi vetveten e tij. U ndalem tek pjesa e dytë e ajetit 12, ku Allahu te baraka wa taala e obligoi vetveten e tij me mëshirën e tij absolute, që ai neve krijesat e tij, ne robërit e tij, ai neve nga momenti kur na krijoi në jetën e kësaj bote dhe deri në momentin kur përfundojmë tek ai neve edhe na krijoi, edhe na qaset, edhe gjitha të mirat që i gëzojmë janë fal mëshirës së tij te baraka wa taala. Jemi tek ajeti 14, ku Allahu te baraka wa taala nëpërmjet ajetit 14, pejgamberi alayhis salam i polemizon fuqishëm dhe kërkon në mënyrë shumë të arsyeshme dhe racionale nga idhujtarët e Mekës dhe nga gjithë ky tani ajeti është thirrje përmbar idhujtarët e botës në çdo kohë, edhe në idhujtarët e kohës tonë, kur Allahu dhul Xhelal i thot pejgamberit, thuaju atyre, përdore këtë argument kaq logjik për plot arsye. Jo, po më thirrni mua që unë ta braktisë Zotin tim, ai i cili pushteti dhe sundimi i tij është absolut mbi çdo gjë në këtë botë dhe në kosmos që ne e njohim dhe nuk e njohim. Ai i cili krijoi shtatpalqeje tokë dhe mbar gjithësinë. Ju mua po më thirrni që unë ta braktisë Zotin e vërtet, e të kërkoj ndihmë e jetën dhe fatin tim ta lidhi me dikën tjetër e jo me Zotin tim. Ai i cili ka nevojë të ushqehet, ai që smuhet, ai që nuk mund të ndihmoj vetveten e tij, keni parasysh, domethënë, të dashurit e mi. Edhe njerë dua fuqishëm të potencoj në takimet tona në shoqëri me kapitinin En'am. Një prej objektivave dhe një prej qëllimeve më madhore të kësaj sure, e cila i zbriti pejgamberit alayhis salam komplet, i erdhi si një stuhi e fuqishme, me një dritë të jashtëzakonshme, e cila ndriçoi çdo errësirë në mendjet dhe shpirtat e atyre idhujtarëve që i kishte kapluar errësira nga mungesa
e mendimit të arsyeshëm, nga mungesa e mendjes racionale, nga veprimet e ndritura. Prandaj erdhi kjo dritë, kjo stuhi drite, fuqishëm, me shumë argumente, me shumë dëshmi, me shumë prova, që njerëzit t'i çliroj nga idhujtaria të dashurit e mi. Sot në kohën tonë moderne, kemi një idhujtari perfide. Nuk po flas për atë idhujtarin klasike ku njerëzit e kanë një put, e kanë një idhull, e kanë një statuj. Nuk po flas për atë idhujtarin klasike dhe të irritume kur njerëzit shkojnë të një guri, të një dru, të një varr, të një tyrbe. Kur njerëzit e lidhin fatin dhe jetën e tyre me një toj, me një copë lëkure, me një asht, me një guri të kaltërt, me një hajmeli, me një hekër, ku ta di une? Por sot kemi edhe një idhujtari moderne, perfide, ku shumë njerëz edhe nuk ja kanë idenë dhe mendimin se janë zhytur në idhujtari të kohës tonë moderne, ku njerëzit fatin, jetën e tyre, shpresën e tyre, qetësinë e tyre, frigën e tyre, ardhmërinë e tyre e lidhin jo me Zotin te baraka wa taala, jo me krijuesin e gjithësisë, jo me atë që pushteti dhe sundimi i tij është absolut mbi çdo gjë. Në mbar globin, në mbar kosmosin, asgjë nuk lëviz pa lejen dhe planifikimin e tij. Asgjë nuk lëviz pa fuqinë dhe ndihmën e tij. Asgjë nuk lëviz pa vullnetin dhe dëshirën e tij absolute, Zoti i plot fuqishëm një te baraka wa taala. Prandaj ajeti 14 është kaq i fuqishëm. Ju o idhujtar, ju o të pamend, kërkoj ndjes, nuk po e them këtë me ofendu askën, mirë po me të vërtet, si ka mundësi një njeri i cili mendon në mënyrë të arsyeshme, me e lën Zotin e tij dhe shpresën dhe jetën e tij me e ndërlidh dhe me e lidh me diçka që nuk flet, që nuk i ndihmon dot, që nuk është i gjallë, apo mund të jetë i gjallë, por një ditë përfundon, smuhet, ka nevojë për ushqim, ku ta di une. Koncepti i besimit të drejtë dhe besimi i drejtë në Zotin një fuqi plot është diçka që duhet t'i tejkaloj parametrat dhe standardet e jetës në këtë botë. Zoti i madhrishëm, fuqi plot, është ai i cili është një i pa fillim, është i fundit i pa mbarim, është i gjallë, i përhershëm. Nuk ka lind nga askush, dhe askush nuk ka lind nga ai. Është i gjallë, i përjetshëm. Është i fuqishëm absolut. Është i pa nevojshëm, nuk ka nevojë për asgjë në këtë botë. As-Samed, çdo gjë në këtë botë ka nevojë e varësi për të fuqiplotin te baraka wa taala. Zoti i madhreshëm nuk ndikohet dhe nuk dikohet nga askush në këtë gjithësi. Çdo gjë në këtë botë diktohet dhe ndikohet nga ai Allahu një fuqiplot. Edhe lindja e diellit dhe planeti diell me gjitha specifikat e tij, edhe hana, edhe ndryshimi i ditës dhe i natës, edhe detrat e oqeanet e ujit, edhe planeti i tokës, edhe lëvizja e tokës, edhe dridhja e tokës, edhe çdo gjë, të gjitha planifikohen dhe kanë varësi nga i madhi Zot te baraka wa taala, nga fuqia absolute e të madhit Zot te baraka wa taala. Prandaj, ky është besimi i drejtë në Zotin një te baraka wa taala. Njerëzit besojnë, por nuk është e mjaftueshme njerëzit të thonë e besoj Zotin. Nga se shumë njerëz të cilët thonë dhe deklarohen besoj Zotin, nuk besojnë drejt dhe sakt Zotin një. Shumë njerëz e besojnë gabuar, në mënyrë të gabuar Zotin fuqiplot. Madje e besojnë në mënyrë gabimi i tyre shumë trashanik. Parmendo njerëzit të cilët
besimin e tyre në Zotin kinse e lidhin me krijesa, e lidhin me gjësende në jetën e kësaj bote, e lidhin me gjëra të ngurta, me të vdekur, e lidhin me shtazë. Madje besimin në Zotin e kanë të gabuar se krahas besimit në Zotin, Zotit i shoqërojnë edhe njerëz. I biri i Zotit është gabim. Madje ata të cilët besojnë në këtë doktrinë janë përplot me dyshjen e besimin e tyre. Nga se kur ti i pyet ata, kënd ju e besoni? E besojmë Zotin Perëndin. Mirë, e ky tjetri çka është? Ky është i biri i Zotit. Mirë, e çka të nevojitet ky? Kush është ky? Ai i cili ka jetuar në këtë botë, ai i cili ka lind në këtë botë nga dikush, ai i cili është rrit, është smu, është plak, është ushqy, ka pas frigë, ka pas emocion, ka pas dhimbje, ka qajt, ka qesh, është gëzu, është hidhuru. Ky nuk mund të jetë Zoti. Nga se tek Zoti i vërtet këto gjëra nuk janë prezente. Këto parametra, këto premisa, këto standarde, këto rregulla që ne i njohim dhe jetojmë mbi bazën e këtyre ligjeve dhe rregullave, këto nuk vlejnë te Zoti te baraka wa taala. Te Allahu i plot fuqishëm. Prandaj sa dhuratë e madhe është besimi i drejtë në Zotin një. Sa dhuratë e madhe është ta njohim drejt edhe sakt Zotin te baraka wa taala. Sa dhuratë e madhe është Kurani, i cili po thot, si ka mundësi që ne ta marrim për Zot e ta lidhim shpresën në jetën tonë dikënd i cili ushqehet, e ta lëm atë i cili ka kriju tokë, qiell, diell e han, e ka kriju mbar kosmosin dhe gjithësinë. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, un jam i pari që jam urdhëruar t'i dorëzoj Zotit tim dhe të mos i përshkruaj atij në asnjë rrethan, asnjë lloj idhujtarie shirku. Të mos e shoqëroj besimin, adhurimin, për uljen, për kushtimin tim ndaj Zotit me askën, asnjëherë. Kjo shumë më rëndësi vëllezër. Prandaj ju gjithë ju vëllezër dhe motra e dini një kaptin shumë madhështore të Kur'anit, e cila është pak versete, ka pak vargje, ka pak fjalë, e shumë pak fjali, por është e jashtëzakonshme. Qul huwallahu ahad. Thuaj, Zoti im është një i vetmi i pashoq. Allahu samed. Ai Zoti im i cili është një i vetmi i pashoq, i pari pa fillim, i futit pa mbarim, ai nuk ka nevojë për askën në këtë botë. Çdo gjë në këtë botë ka nevojë për të. Lem yelid, ky Zoti im nuk ka lind nga askush, as nuk ka non, as nuk ka bab. Walem yulad, askush nga ky nuk ka lind, nuk ka bir, nuk ka djalë as vajzë. Ju lutem, mënyrë të arsyeshme, logjika nuk e kupton. Logjika nuk e pranon. Nëse flasim pa tendencë, nëse flasim në mënyrë të logjikshme, nëse flasim në mënyrë racionale, nuk ka mundësi. Këto rregullat dhe ligjet e jetës tonë në këtë botë nuk mund të janë veshin Zotit madhërisë, Allahut fuqi i plot te baraka wa taala. Prandaj kjo është e thjeshtë, është e bukur, është kaq e lehtë, është kaq e kuptueshme. Nëse dëshirojmë në mënyrë të logjikshme, në mënyrë të arsyeshme, me argumente, me prova, me dëshmi, është kaq e thjeshtë, kaq e bukur. La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot tjetër pas Allahut. Ai është një i vetmi i pashoq, ai është i vetmi që është meritor, që atij i takon robëria, për ulja, adhurimi dhe nënshtrimi. Dhe Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Shumë e thjeshtë, shumë e bukur. Shumë e thjeshtë. E thjeshtë shumë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam tha, jam nëpërmjet këtij ajeti, un jam i pari që Allahu mua më urdhëroi atij t'i nënshtrohem e t'i dorëzohem dhe të baraktisi çdo lloj idhujtarie që i shoqërohet Zotit te baraka wa taala. Pastaj Allahu dhul jalal thot, qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Thuaj, un i frigohem asaj dite që nëse kundërshtoj Zotin tim do të ballafaqohem me një dënim
të dhimbshëm me një dënim të rëndë. Pastaj në ajetin 15, ky është ajeti surës Zumar 13, tani kemi ajetin 15 nga kaptina An'am, kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim, afërsisht kuptimi i njëjtë sikur ajeti paraprak i surës Zumar, thua jo Muhammed, unë i frigohem Zotit që ta kundërshtoj këtë thirrje. Unë frigohem që jetën dhe shpresën time në jetën time ta lidhi me idhuj, me krijesa, ta haroj e ta braktisi Zotin tim. Unë frigohem prej dënimit Zotit tim nesër në ditën e gjykimit. Ky ajet është një thirrje dhe ajeti paraprak ku Allahu te baraka wa taala kur thot pejgamberi alayhis salam, unë jam i urdhëruar që i pari nga ju ti nënshtrohem dhe ti dorëzom Zotit tim. Kjo është një thirrje nga kjo pjesë e ajetit që ti rregullojmë raportet tona me Allahun dhul xhelal. Dhe kur ne i rregullojmë raportet tona me Allahun dhul xhelal, atëherë përfitimi nga ky veprim kaq i rëndësishëm dhe i dobishëm do të jetë i gjithanshëm. Ai i cili ka rregulluar raportet e tij me Allahun, ai do të ketë raportet e mira me jetën dhe trupin e tij. Shiqoni si ishte përfundimi i ajetit 12. Humbsi më i madh është ai i cili e ka humbur dhe ka shkatruar shpirtin e tij. Do të thotë përmirësimi i raporteve me Allahun dhe kur ne kemi raporte të rregullta me Allahun, atëherë ne jemi të mirë me jetën tonë, me trupin tonë. Atëherë kjo na përcjell edhe në raport me familjen tonë, edhe me njerëzit në përgjithësi. Do të thonë shkon në mënyrë zinxhirore. Në momentin kur ne e humbim dhe e prishim raportin tonë me Allahun, atëherë prap këto pasoja na përcjellin në mënyrë zinxhirore në të gjitha dimensionet dhe aspektet e jetës tonë. Dhe ajeti i fundit për sot në këtë takim është ajeti i 16 ku Allahu dhul xhelal thot men yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu wa dhalika al-fawz al-mubin. Ajeti 16 përmbyllet dhe na flet për një triumf dhe një sukses jashtëzakonisht të madh dhe është shumë e rëndësishme kur i lexojmë ajetet e Kuranit që na flasin për triumfe, për fitore, për suksese, është shumë e rëndësishme të kuptojmë këto koncepte. Cilat janë konceptet e triumfit dhe të suksesit në Kur'an? Prandaj thot Allahu në ajetin 16, "Men yusraf anhu", ai i cili arrin të shpëtoj hidhrimit dhe dënimit të Allahut nesër në botën tjetër, faqad rahimahu, ai është ai të cilin Allahu e ka mëshiruar në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ky është ai i cili ka arrit triumfin dhe suksesin më të madh. Suksesi më i madh është që të prek mëshira e Allahut në këtë botë, ajo të përcjell në botën tjetër. Suksesi më i madh është që ti dhe unë të jetojmë të përulur e të dorëzuar e të nënshtruar në jetën tonë para Allahut dhe të dorëzohemi atij. Suksesi dhe triumfi më i madh në këtë botë është që të kuptojmë qëllimin pse jemi krijuar në jetën e kësaj bote. Nuk i krijova njerëzit dhe gjenet për asgjë tjetër, vetëm që ata të më adhurojnë mua. Suksesi dhe triumfi më i madh në këtë botë është ta ruajmë shpirtin tonë. Suksesi dhe triumfi më i madh në këtë botë është që të mos jetojmë të mashtruar, por të kuptojmë se sundimi dhe pushteti dhe absolut në këtë botë i takon të madhit Allah dhul xhelal në mbar kosmosin dhe gjithësinë, dhe këto suksese dhe triumfe do të na përcjellin nesër në takimin me Allahun dhul xhelal, kur Allahu me mëshirën dhe mirësitë e tij na bën që të jemi të shpëtuar edhe në botën tjetër. Elus Allahu dhul xhelal që të gjithë ne, prindërit tonë, familjet tona, dashurit tonë, të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju mëshiroft gjithë juve miq të nderuar, qofshit në kujdesin dhe në mbrojtjen e Allahut deri në takimin e radhës me ajetet vijuese. Do të takohemi dhe qofshit në mëshirën dhe kujdesin e të madhit Allah fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.